Skandali në prokurorinë e Elbasanit që nisi pas arrestimit dhe kërcënimeve ndaj avokatit Uljan Bajrami ka nxjerrë në pa probleme të thella në sistemin shqiptar të drejtësisë. Ajo që në pamje të parë duket si një përplasje mes një prokurori dhe një avokati, rezulton të jetë një histori që ekspozon deformimin e institucioneve dhe mënyrën se si nënshtrimi shpërblehet, ndërsa profesionalizmi ndëshkohet. Sipas burimeve pranë institucioneve të drejtësisë, prokurori Gjergji Ceka, i përfshirë në të ngjarje, kishte dalë me pikë të kuqe në testet psikologjike gjatë studimeve në shkollën e magjistraturës, një vlerësim që nënkupton mungesë stabiliteti emocional dhe pa aftësi për të ushtruar funksione publike me përgjegjësi të lartë. Megjithatë, pavarësisht këtij rezultati negativ, ai u pranua dhe më pas u promovua në sistem, në kundërshtim me çdo standard profesional dhe etik. Ky vendim i shkollës së magjistraturës konsiderohet si një akt i papërgjegjshëm që ngre dyshime për ndërhyrje politike dhe korrupsion në përzgjedhjen e magjistratëve. Në vend që të hetoshin akuzat e Bajramit për abuzim dhe manipulim, vetë denoncuesi u arrestua dhe u bullizua, duke treguar se pushteti përdoret për të friksuar ata që i kërkojnë drejtësi. Kjo situatë është një formë e territorit institucional që mbjell frikë dhe hershtje në vend të transparencës dhe llogaridhënies. Ngjarja ngre pikpyetje thelbësore si është e mundur që këta kandidat me probleme të kontestuara psikologjike të bëhen prokuror, kurse ka afirmuar se kualifikimin e tij dhe sa të tjerë si ai ekzistojnë në sistem. Shkolla e magjistraturës dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë mbajnë përgjegjësi të drejtë për këtë dështim institucional. Nëse nuk merret një hetim i plot dhe nuk vendoset përgjegjësi penale, drejtësia shqiptare do të humbasë dhe pikën e fundit të besimit të publikut.